Në prag të sezonit të ri shkollor, Ministria e Brendshme, ajo e Transportit dhe Ministria e Arsimit kanë përcaktuar kritere strikte sa i takon mjeteve që do të kryejnë transportin e nxënësve. Një vëmendje veçantë u është kushtuar elementeve të sigurisë. Bie në sy që kemi bërë ndryshime, janë disa kushte për mjetet që do të kryejnë këtë transport. Këto rregulla kanë të bëjnë me mjetin. Është parashikuar që mjetet të kenë një moshë jo më të madhe se 10 vjet. Ata që kanë deri në moshën 4 vjeç transportojnë fëmijë, duhet të kenë ndësit e posaçme. Këto mjetet duhet të jenë me një ngjyrë të posaçme, që është portokalli. Duhet të kenë të dukshëm të shënuar, që janë mjete për transport të nxënësve. Duhet të kenë një krah metalik që hapet në momentin e ndalimit për të lajmëruar mjetet e tjera. Gjithashtu janë vendosur kriteret e forta sa i takon drejtuesve të këtyre mjeteve, si dhe përcaktimit të kontratave nga drejtoritë arsimore dhe pushteti vendor. Në rast të mos përmbushjes së elementeve të sigurisë, autoritetet paralajmërojnë se të gjithë subjekteve do t'u hiqet licenca. Një hall tjetër e rëndësishme për zbatimin e udhëzimit të 3 ministrive është edhe policia rrugore, e cila ka barrën e kontrollit të këtyre mjeteve.